Përshëndetje. Do të ndaj sonte me ju një mesazh, një thirrje për të rinjt me spektrin e autizmit, të cilët kanë nevojë të marrin terapitë për t'u aftësuar sadopak për jetën e tyre. Qendra Lumturo Dhimbjen është e para qendër e cila i dedikohet të rinjve dhe adoleshentëve me spektrin e autizmit. Në këtë qendër, në bazë të donacioneve, është siguruar marrja e terapisë për 10 rinj, por shumë të tjerë presin të marrin shërbime të ndryshme. Kjo është një qendër ditore e cila i aftëson ato për ditëshmërinë e tyre, për gjërat më bazike në shërbim të vetes. Të gjithë prindrit kanë një breng. Çfarë do të bëhet nesër me fëmijët tanë? Ejani, bashkohuni dhe ju për të kontribuar, për të lehtësuar këtë breng dhe për t'i dhënë mundësi këtyre të rinjve të aftësohen sadopak për të qenë të pavarur nesër. Ejani bashkangjitur një motos, ndihma juaj sot, hapi hyn nesër. Faleminderit.